Policia e Lushnjës njofton se ka nisur procedimin penal për 2 persona në Lushnjë për një konflikt brenda në familje. Nusja ka dhënuar vjerrën e saj dhe më pas kushëriri i bashkëshortit e ka kërcënuar. Policia e Lushnjës ka nisur procedimin në gjendje të lirë për shtetasit me iniciale EK 46 vjeç dhe MK 44 vjeç. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Lushnjë referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimin në gjendje të lirë për shtetasit EK 46 vjeç dhe MK 44 vjeç, pasi dyshohet se shtetasi EK ka kanosur shtetasen MK, bashkëshortja xhaxhait të tij, ndërsa 44 vjeçarja dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj vjerrës së saj. Ndërkohë, blut e Fierit kanë arrestuar një 29 vjeçar pasi u kap me një sasi lëndë narkotike kanabis në automjet. Në njoftimin e policisë, thuhet se si rezultati i administrimit të shpejtë të informacioneve të siguruara në rrugë operative për një shtetas të implikuar në prodhim shitje narkotikësh, shërbimet e seksionit për hetimin e narkotikëve dhe shërbimet e forcës së posaçme operacionale kapën dhe vunë pranga autorin e dyshuar, shtetasin RO, 29 vjeç, banues në Fier. Gjatë kontrollit fizik dhe gjatë kontrollit në automjetin që drejtonte, këtij shtetasi u gjet sasi lëndë e dyshuar narkotike kanabis sativa, e ndarë në 35 doza të gatshme për shitje. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme.